e natyrisht Zoti na dha një platformë për të folë presidentit të Republikës, për të folë kryeministrit, për të folë ministrave dhe anëtarëve të parlamentit dhe të gjithë njerëzve dhe shtresave të bashkëdhetarëve tanë. Sepse një lloj si me Noeun, kur Zoti i thot Noeut, tani pushtoje, shumoni, ndryshoje botën, nuk ka kohë për ankim, nuk ka kohë për paknajsi, nuk ka kohë për murmuritje, nuk ka kohë për të thënë kjo nuk bëhet, ajo nuk bëhet. Nëse do të merremi me teoritë kjo s'bëhet, ajo bëhet, ajo tjetra nuk bëhet, atëherë nuk kemi njerëz besimi. Ne do të bëjmë betejën tonë në vendin ku Zoti ne na ka dhënë. Kështu Bibla thot. Tani, Noeu filloi të mbjellë dhe të kultivoi fara që kishte me vete. Ishin të njëjtat fara që kishte ruajtur përpara përmbytjes. Ai po besonte për një të korrë të madhe dhe kështu ndodhi. Amen. Njerëzit e besimit gjithnjë besojnë për një të korrë të madhe në jetën e tyre dhe nëpërmjet jetës tyre. Vetë Jezusi na porosit dhe na thot, e korra është e madhe, por ka pak punëtor. Lutuni Zotit të korrës për punëtor në të korrat e tij. Mirë, por ky mesazh i të korrës është shumë dimensionalesh. Një korrë e madhe në jetën tënde, bekime pafund në jetën tënde. Noeu po i beson në Zotin për një të korrë të madhe në jetën e tij dhe kështu ndodhi. Noeu mbolli një vresht, thot Bibla, dhe këtu tani nis historia tjetër. Noeu mbjell vreshtin dhe këtu shohim për herë të parë që njeriu i drejtë rrëzohet. Njeriu i drejtë bie në mëkat. Ktu kemi një të vërtetë që na shqetëson ndërsa lexojmë Biblën, por Bibla nuk e fsheh që edhe njerëzit më të drejtë, edhe njerëzit më të perëndishëm mund të bien, mund të rrëzohen. Tani kujdes, kjo nuk është për të dhënë licencë për mëkatin, me idenë që kur ra Noeu, secili mund bie, por kjo është një mundësi që nëse ke i rrëzuar të ngrihesh, ti thuash vetes edhe në momentet më të vështira Zoti dëshiron të më ngrë. Por le të bëjmë një analizë shumë të shkurtër të asaj që ndodh në jetën e Noeu dhe më pas në jetën e bijve të tij si rrjedhoi e asaj që ata pan tek ati i tyre. Ky është momenti për të kuptuar se zakonisht ne rrëzohemi jo në momentet kur përballemi me betejat, me vuajtjen, me sfidat, me vështirësitë, por kryesisht rrëzohemi kur përjetojmë suksesin dhe kur jemi në një vend rehatie, kur beteja ka përfunduar, kur dalim jashtë arkës, kur marrim një të korrë të madhe, kur kundrojmë dhe shikojmë gjëra që Zoti ka bërë. Noeu nuk ishte njeri i zakonshëm.